O hoxh, kur qeth kokën, pse nuk heq thot mjekrën? Atëherë, e kemi thonë edhe herë tjera, por e themi përsëri, nuk ka problem. Mjekrën ne e mbajmë sepse profeti alayhis salam ka porosit që të lëshohet mjekra. Zoti i gjatësisë, burrat i ka krijuar me mjekra. Dhe me lëshimin e mjekrës, pra ne synojmë të zbatojmë një porosi të profetit alayhis salam. Ndërsa kur shkojmë në umre dhe haxh, pra profeti alayhis salam është lutur për ata që e ruajnë kokën ose i shkurtojnë pra flokët. Normal, gjatë kryerjes së umres ose haxhit, e mira është ruajtja e kokës, kjo është më e mira. Ndërsa për mjekrën, pra siç e tham, profeti alayhis salam ka urdhëruar që të lëshohet mjekra. Dhe ne, duke zbatuar porosinë e profetit alayhis salam, e lëshojmë mjekrën. Allahu i ruajt.